Bashkimi Evropian synon të rizndjeshëm gjatë 5 viteve të ardhshëm arsenalin e armatimeve. Në samitin e Bashkimit Evropian në Bruksel, krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare rënë dakord të bëjnë gjithçka që është e mundur për të forcuar ndjeshëm aftësitë mbrojtëse të Europës. Deri në vitin 2030, BE-ja planifikon investime deri në 800 miliardë euro për mbrojtjen. Presidentja e Komisionit të Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen, dëshiron të krijojë ndër të tjera një instrument të ri financiar evropian që siguron kredi në një shumë të përgjithshme prej 150 miliard eurosh. Ka gjithashtu plane për të lehtësuar rregulloret dhe zbutur kërkesat ndaj industrisë së armëve. Shkak i këtyre planeve është kërcënimi nga Rusia. Sipas Komisionit Evropian, BE-ja duhet përgatitet menjëherë për mundësinë e një lufte në shkallë të gjerë me Rusinë. Situata konsiderohet veçanërisht e rrezikshme për shkak të njoftimeve të bëra nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka deklaruar se superfuqia bërthamore e Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të jetë më në dispozicion pa kushte si një garantues i paqes në Europë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili ishte i lidhur me video, i bëri thirrje BE-s që të mos heqë dorë nga mbështetja e saj për vendin e tij. Konkretisht, ai kërkoi të paktën 5 miliardë euro për predha artillerie, por Bashkimi Evropian nuk premtoi një herë për një herë ndihma të reja dhe të mëdha për Ukrainën. Apeli i Zelenskit bazohet në një nisëm të shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, e cila në fillim të takimit të Brukselit bëri përsëri thirrje që të vijej në dispozicion një shumë përkatëse për dërgimin e municioneve për forcat e armatosura ukrainase. Kryeministri hungarez Viktor Orban tha në samit se nuk do të pranojë asnjë vendim të ri të Bashkimit Evropian në favor të Ukrainës. Sikurse në samitin e posaçëm më 6 mars për shkak të vetos së Orbanit nuk arriti të miratohet një deklaratë e përbashkët e Bashkimit Evropian. Udhëheqësit e 26 vendeve të tjera anëtare riafirmuan më pas në një deklaratë pa Orbanin se ata vazhdojnë dhe mbështesin pa kushte pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës brenda kufive të saj të njohur ndërkombëtarisht. Viktor Orban konsiderohet gjithnjë më shumë si i afërt me Moskën dhe gjithashtu si një fan si presidentit amerikan Trump.